Po këndojmë gjithë. Prit, afro puza moto. E pa tjetër. Baja të pytjen funda, atë pytjen që mbaje mu. Si ka vonë dhëmë të E ka regullu! Hajde këver, hajde këver. Vërdo. Shumë faleminderit. Ju e marrë në kategoritë Sinqerisht ne jemi shumë të përgjuar nga mbështetja që ne ke dhënë. Ju jemi mirënjohës. Jemi shumë mirënjohës. Mu jam mirënjohës për punën tuaj, kontributin, me shpirtin e pasur që keni ju, e arritët të arrini atë vëdetën. Shumë faleminderit dhe shumë i nderuar. Sukses në të ardhmen. Respekt. O Jovani, i mesazh për ekipin support. Urime njerë që dolin kategoritë parë. Por është ekip që e meriton, ka një tifos frikë të mirë, ka pasë dhe trajnera shumë të mirë nga qyteti imi dashur e Elbasanit. Lider i Elbasanit, lider i Soponit, i trajner i Soponit. Dashi faleminderit shumë i herë, po është i kënaqësi e jashtëzakonshme e imja, sepse e kam shiu dhe hera tjera, të kënaqësi që festohet unë Librasht. Para ju uroj shumë sukses e ekipit futbollit. Ju uroj shumë sukses dhe të gjithë kolegëve që kanë punu për Librashin, sidomos Beskolis, i cili gjithmonë ka qenë shpirti i këtij qyteti. Falenderoj të gjithë tifozërinë e Librashit dhe ju uroj suksese në të ardhmen. Ishtë futbollisti i Soponit Borisi Gjëllave, Borisi Kludëm. Ne s'ka në herë tjerë, për zotin e. Po filmohet kërë. Lene të shkje, lene. Gjura. Sukses urime. Forta Sopoti. Gali, on djali. Rrëf kujtaj bashkisë e Beskola e gjithë. Bravo Sopoti, gjithve. Marë mirë, Sopoti i shavë fitore e gjithmonë. Gëzuar e sukses e Sopotit.
Sa më mirë. Bravo Sopoti. Fitore. Bravo Sopoti. Urime së mësese. Fitore. Gjura urime. Urime Sopotit. Urime për fitoren. Urime. Para. Urime Sopoti. Urime. Dalje kategorisë parë. Uroj punën e palodhur të organeve të kompetente. Duke filluar nga bashkia, nga shefi i klubit e deke futbollistët. Për gjithë futbollistat që kanë luajtur sot, jo ata që kanë ikur, kam urime më të mira dhe të qëndrojmë me këmbë në tokë në kategorinë e parë. Dhe sukses në lartë më lartë. Vejtë të Macron Gegës të mos bëjdore një ka futbollit. Bravo! Bravo! Shef Macroni mos bën dorëheqje nga futbollit. Ta çon ekipin lartë më lartë. Sukses e ekipit, e merituar me djerës. Ne urojmë me gjithë shpirt këtë vit që vjen të qëndrojnë kategorisë parë. To zoti edhe më lartë. Shumë faleminderit. 12 vjetë që e presim këtë ditë. Më bukur s'ka ku shkon, faleminderit bashkisë, vetëm suksese Sopotit. Bravo Sopoti! Marrë inshallah lartë më lartë pas. Hajde i shumë. Ai thot vazhdon. Ai e preu zona se s'ka. Jo, që do keni? Është pjesë e fitorit. Ma çojmë se në sa Facet mare bui! Da fi fora, I love you baby! Hajde, kuaj. Ta marrë vesh ka tuni që përët! Ja, do bëjmë një prononcim aty. Falenderoj gjithë tifozët. Përshëndesim gjithë tifozët. E Librazh janë më të mirët. Bravo, suksese! E pini gotë me fund. Ha, Sopoti! Ha, Sopoti! Jo kamera,
Kuqet e Xhaxhit e ka. Kuqet e Xhaxhit e ka. Edhe në pia. Je bën pravi puna. Ta zema, forma. Personale tash stadiumi. Bravo, pas të personale, po janë të pyetje, po janë të çyte. Kaluam kategorinë parë. Se po mdasin që mërve shumë nga Kameramanit të përpall. Po. Prandaj duhet për stadiumin duhet. Passeggiata tipo sua ravvisciata sopra Piagnagol, ogni cosa con Lise sulli postoli sopotino E stessi, noi abbracciamo E pipili pena dire cosa Piagnagol, ogni cosa con Lise sulli postoli sopotino noi abbracciamo e i bambini che non ti ritracciano. Se noi sopportare questo riso
Një sukses e arritur me shumë sakrifica, me mundi dhe kontributin e gjithë ne. Ndër aktorët kryesorë që kanë bërë mundur ngjitjen e Sopollit në kategorinë e parë, kryesori është kapiteni Endri Goçi. E ftojmë. Faleminderit. Tani është djalë qyteti i Librazhdit, jam krenar për të arritje që kemi bërë. Dhe shpresoj të jeni gjithë krenar për të ekipin që u gjit kategorinë e parë. Falënderimi filloi nga kryetari i bashkisë, deputeti Olsi edhe administratori Agron Gega. Dhe shef Taulantës. Një falenderim edhe për bashkëlojtarët e mi që arritëm këtë. Ishte një vit shumë i vështirë, por tani e ndihem atë qefin, tani përmbarojmë. Është vetëm për tifozët e Sopollit. Jeni më të mirë. Shpresoj të kënaqeni dhe t'ja kaloni mirë. Një suport jashtëzakonshëm. Po, që nga shumë e vështirë për të folur tani, po falenderimet janë ato të parat pas gjithë këtij suksesi që ky qytet kishte vite që e priste. Në radhë parë dua të falenderoj profesorin Raman Allaçi për mentalitetin e fituesit që i dha ekipit që në fillim sezonit. Dua të falenderoj gjithë këta heroj këtu që bën të mundur arritjen e objektivit mbas kaq shumë vitesh. Dhe du të falenderoj përzemërsisht si fillim administratorin e ekipit zotin Agron Gega dhe drejtorin sportiv Fadion Xhafa për kontributin e pakurrësyer që i dhënë çdo moment ekipit. Gjithashtu kryetarin e bashkisë Mariklen Disha, deputetin Olsi Gomici, deputetin Bora dhe Taulandi që është tifoz i hershëm i Sopollit. Po që mbas gjithë këtyre aktorëve kryesorë që ndikuan, unë dua të falenderoj në fundit gjithë qytetarët Librazhdas që besuan te Sopolli, por veçanërisht Ultra Sopollin që i shndruan deri në fund besnik të ekipit. Dua që çdo i ri, ashtu si unë, ashtu si breza tanë, ta ndjejnë dashurinë për qytetin vena dhe mos lodhen kurrë për të proritur për Sopollin, pasi kemi 12 vite në kategorinë e 2 dhe nuk na ka bërë përshtypje asnjë moment. Thjesht na janë erë sy dhe kemi bërtit për Sopollin. Ju falenderoj gjithë nga zemra. Për pare se da mbyll, du t'ju shoh vjerë qidhe me duhet lartë! Kene që duhet lartë! Hajde që duhet lartë e lartë! Sopot këtë rejsi që duhet lartë! 1, 2, 3, Sopot! Hajde! Jeni më të mirë të Shtetjen për ekipin tonë. Fationi nuk i ka shef llafet, kështu që do vazhdojmë me i falenderim tjetër për administratorin Agron Gegën. E ftojmë këtu në fjalën e tij për shëndet. E kam mirë këtu, mirë foni. Kush jemi ne? Kush jemi ne? Kush jemi ne? I kalë zemre, nuk flas shumë. Erdhën djem nga Kupsi, erdhën djem nga Tirana, erdhën djem nga Elbasani, erdhën djem nga Përgateci. U bashkuan me djem të mrekullueshëm të Librazhdit. Edhe themeluam një familje, familjen e madhe, familjen Sopotit. Punuam, luftuam dhe fituam. Sukses e Sopotit, shumë urime, shumë falënderime. Përshëndetje të gjithëve. Është një kënaqësi shumë e madhe që ndodhem mes jush. Kishim një kampionat të vështirë që është e vërteta, një rrugtim shumë i vështirë, por na bën krenar të çuna që kemi këtu, të gjitha bashkuar
luftë sportive, sakrificë dhe ja dolëm. Por ka qenë një rrugë shumë e vështirë që është e vërtetë. Sidomos duke qenë dhe rrugë e vështirë sepse shkuam dhe tek 3 finalet. Në 3 finalet mendoj që lojtar na treguan shumë gjëra pozitive. Dua t'i falenderoj të gjithë futbollistat që na bënë krenar. Falenderoj shumë tifozat special të Librashtit, të cilët na mbështetën jo vetëm në kampionat, por sidomos në ndeshjet finale. Falenderoj shumë drejtorin sportiv, shefin e klubit, administratorin, zotin kryetar, zotin deputet dhe mbi të gjitha zotin Talon Balla, i cili është një tifoz special i qytetit tonë. Ne gjithmonë kemi arritur një objektiv, por do përgatitemi shumë seriozisht për kategorinë e parë. Pasi duam të bëjmë një ecuri pozitive, që të ngrem ekipin e Sopotit atje ku i takon. Sukses të tillë. Nuk mungonte sot këtu tifozi më i zjarrt i ekipit Sopotit, deputeti jon Taulant Balla. Shumë faleminderit Allaç. Jemi njohur bashkë kur ti ishe kampion i Kuksit, kampion me Kuksin, kampion i Shqipërisë. Dhe faleminderit që more përsipër që të shkruash një faqe të bukur në historinë e futbollit Librashtit. Për ata që u habitën pse Librashti u ngjit kategorinë e parë, Librashti ka pas ekip kur tjerët s'kishin fare në radhë parë. E dyta, Librashti ka një publik sportdashës shumë të mirë. E treta, Librashti ka djem të cilët rriten në grupet e moshave dhe unë jam shumë i sigurt që moshat do të garantojnë ekipe shumë të mira për Librashtin. E katërta, Librashti është mikpritës dhe këta djemt, jo vetëm shqiptar, po dhe të huaj, ndihen Librasht si shpinë e tyre dhe më e rëndësishme se kaq, bashkë me Mariglenin, me Borën, me Olsin, duam t'ju garantojmë që edhe mjediset, edhe fusha, edhe mjediset në sezon e ardhshëm do t'jenë më të mira se këto që keni sot. Kështu që urime, suksese, besoj që tani fjalën e kanë dhe Bora, Olsi dhe Marigleni, bashkë bëjmë fuqi dhe Librashti duhet shkëlqejnë kategorinë e parë. Nuk po them Super League se pastaj shtohet Oreksi. Nga ne ishim skeptik se e dinim se janë premtimet e fushallës. Po sot 3 vjet më pas jemi në realitet tjetër, e shohim ekipin ton gjithur në kategorinë e parë. Ftojmë në fjalën e tij përshëndetse kryetarin e bashkisë, presidentin e ekipit Sopotit, Mariglen Dishën. Përshëndetje të gjithëve. Sot kjo festë është për të gjithë qytetarët e Librashtit. Dua të falenderoj ekipin ton, ekipin e mrekullueshëm, bashkë me stafin teknik, drejtuesin e klubit, por një falenderim të veçantë e kam për Taulant Ballën, që ka qenë mbështetës i ekipit, jo vetëm për Sopotin, por të gjithë projektet e qytetit të Librashtit. Ju ftoj të gjithë tifozët, të gjithë qytetarët e Librashtit ta mbështesim ekipin në këtë sfidë, sepse vetëm të bashkuar ne mund të gjitemi edhe më lart. Ta gëzojmë kategorinë e parë dhe suksese ekipit në pasën ty. Faleminderit gjithëve. Sopo, ja një gol.
ke një formë në gjatë, asë e nuk I ke. Jemi ne, Shqipëri e nike. Dhe do kalon, disa edhe mane. Se ne jemi një kohë, Shqipëri e madhe. Festa nuk mbaron me kaq. Gjithë sistemohen ta bëjnë gëzuar, sot bëjnë shef.
Shqipëri.